Në minutat në vazhdim do të ndalemi tek arti bashkëkohor dhe aktivitetet kulturore që po e pasurojnë skenën artistike me fokus të veçantë tek ekspozita Hijet e bardha, e cila vazhdon të jetë e hapur për publikun në Galerinë Çahili. Kolega jonë Teuta Mujaj ndodhet në Galerinë Çahili për të biseduar me Nitën, me Nita Çahilin, që është koordinatore në këtë galeri, dhe do të shohim nëse kemi në lidhje të drejtë për drejtë për t'ja dhënë lidhjen me njerë. Mirëmëngjesi, përshëndetje Teuta. Mirëmëngjesi Flanza, po ashtu edhe për shikuesit të cilët po na ndjekin, siç e përmendet, ne jemi në Galerinë Çahili, ku në vazhdim do të flasim për ekspozitën Hijet e bardha, ekspozitë kjo e cila vjen në kuadër të programit vjetor të kësaj galerie. Ekspozita është e artistit amerikano-francez Joseph Langley, e cila po qëndron e hapur në këtë ambient. Me ne është Nita Çahili, është koordinatore pra në kësaj galerie, e cila do të na njofton më shumë rreth kësaj ekspozite. Mirëmëngjesi Nita. Mirëmëngjesi Teuta, ishte ardhur. Faleminderit. Atëherë pra po e nisim me emërtimin e kësaj ekspozite fillimisht. Po, do të thonë është Hijet e bardha në edicioni si vjetëm. Është një ekspozitë tradicionale që çdo vit bina është një temë tjetër që trajtohet edhe zhvillohet raport qoftë me artistin ose me artista që veçën pjesë të ekspozitës. Tema e këtij viti është vizionet poetike të një të verdhri, edhe kjo lidhet bashkë në mënyrë emocionale me vetë artistin, për shkak se në 95-ën ka humbur shikimin për një vit, ku domethënë nuk ka mujt me pa një periudhë bashkë gjatë, edhe ka kap nervoza që nuk po mundet me vepru në mënyrën që ka vepru më herët. Në qatë formë ka fillu me kriju ma shumë se që ka kriju ma herët, edhe mandej ju ka përkushtu krijimtarisë në mënyrë shumë më të plotë në krahasim me çysh e ka bu ma herët, për shkak se ka studimet në inxhinieri, mandej në pjesën e poezisë, në literaturë edhe tutje në artet pamore. Si ka pritur bashkëpunimin artisti, do të thotë, me Galerinë Çahili? Josefi është njëri prej artistave më pozitiv që mund ka ra me taku. Është njëri prej artistave që është shumë i hapur për bashkëpunime, është shumë i hapur me mësume prej tjerëve, po të njëjtën kohë ka qef mi diskutu edhe mi trajtu tema të ndryshme, qoftë shoqërore, po të njëjtën kohë edhe anës së krijimtarisë artistike. Ka qenë shumë i lumtur, domethënë më njëherë ka pranuar, nuk është që ka thonë jo, du na me shqyrtu, du na me mendu këtë pjesë ose atë, po do me thonë me njëre, po, me shumë qef, kam qef me arë në Kosovë, me pa Kosovën, me bo ekspozitën të jo, për shkak se veç i kom përcjella aktivitete që i keni bo ndër vite, edhe kena shku mandej në tetor në Paris, kena qëndru disa ditë ku edhe kena pas mundësi mu njoftu ma shumë me Josefin edhe me bo përzgjedhjen e punimeve për me ekspozu në galeritëna. Në këtë galeri janë të ekspozuara me dhjetra pra punime, ndërkaq ne po fillojmë prej punimeve, prej koleksioneve, atje ku edhe janë të ekspozuara. Po, do me thonë, ideja e hijeve të bardha prej fillimit ka qenë që çdo herë me mbizotru artistat të ndryshëm, mes me qenë vetëm një artist. Edhe nuk do isha me hub që të anën e koleksionit, do me thonë mu prezentu një numër i artistave, edhe tu e pas parasysh që Josefi ka një numër të madh të artistave që i ka në koleksion, kur kena bo përzgjedhjen e punimeve, kena bo përzgjedhjen edhe të punimeve të koleksionit që ja vlen me i prezentu këtu. Do me thonë është një laravani e punimeve. Koleksionin që ka bo është se kjo ka raporte shumë të mira me Site Internacional des Arts, ku për një periudhë kohore ka bo edhe dokumentar të shkurt për artista specifik që kanë qenë aty. Edhe në mbledhit, në diskutimet, në eventet e ndryshme që i kanë bo, kanë shkëmby punime ose ka shku i ka ble punimet, edhe në qatë forme kanë ndërtu koleksionin e vetë. Është një koleksion i larmeshëm, jo formatit e mdhaja që është zakonisht neve në Kosovë i shofim si është pjesë e koleksionit, vish nëse është një format i madh, po e ka një faloje edhe çdo prezentohet identiteti së cilit artist që veç është pjesë e koleksionit. Njëri prej artistave, Mirsat, që janë 3 punimet në që është njëna që është e pa kornizume, korniz nudo në pëlhur edhe poshtë po, ka qenë prezent në
hapjen e galerisë, do me thonë, në hapjen e ekspozitës së Gjozefit, për shkak se ajo është nga Mali i Zi. Edhe i ka ardhur interesant që Gjozefi prej Parisit po vjen këtu, që në fakt po del që është një mik që është prej rajonit, që plot artista të vendit kanë raportet mira me Mirsadin. Kështu që me një farë forme e kupton që edhe përmes artit është një botë shumë e vogël që në çdo herë gjehet një urdhë lidhëse se që ta artista njihen mes vete. Cila është tematika e veprave të tij kryesisht që trajton do të thotë në për piktura? Po, njëna prej elementeve kyçe që është në punimet e Gjozefit është se mbizotrojnë ngjyrat e dhesta. Edhe pyetja ime ka qenë pse i ki ngjyrat shumë dhesta, për shkak se është një farë dinamike me pas është në herë probleme punu me ngjyra që janë shumë dhesta. Komenti ti ka qenë gjatë asaj periudhës një vjeçare që unë kam qenë në i verbër, kom pa vëgjësi, ngjyra jeme ka qenë e zeza. Ka mungu qajo loja, qajo drita që krejt tjerë të shofin. Edhe kom fillu me haru ftyrën e nanës, ftyrën teme, ftyrën e vllazënve, motrave, edhe kur mu ka këty shikimi, kom dash veç ngjyrë, kom dash me tregu qatë ngjyrën që na nuk po, edhe për që ato janë ngjyrat shumë vibrante, shumë të hapuna, shumë dhesta që e luftojnë që atë errësirën që e ka përjetu para ma shumë se 30 vjet. Në atë pjesë kemi portretin e Gjozefit ku artistët e tjerë ja kanë kushtuar këtyre punimeve. Pjesa më e madhe e artistave, kështu në botën e artit, kam punimet të artistave që i bojnë portrete një tjetrit. Edhe kjo ka një numër të madh të portreteve që ja kanë bërë, edhe këtu kur ka qenë i kanë bërë mes veti portretet, edhe ideja ka qenë që në momentin që hi njerëzit në galeri, i shohin portretet e Gjozefit, portretet që janë, do me thonë, pjesa që i kanë kriju artista që i ka në koleksion, po të njëjtën kohë është prezentimi vetë artistit me punën e tij. Një farë ndarje ma e butë edhe nashta ma konceptuale në anën e ndarjes së koleksionit edhe anës punës e tij. Dhe padyshim që është i mirë dhe bashkëpunimi me artistët, do të thotë kolegët e tij që ja kanë kushtuar pra figurës e tij. Po, është lezet me i pa, për shkak se janë 3 qasje komplet ndryshe. Edhe ti kemi pa 3 persona të ndryshme, që në lidhet edhe pakës se ti kemi pa karakterit të ndryshme që mundet me qenë pjesë e një individit. Po vazhdojmë pra edhe me ekspozitat të tjera të cilat janë të ekspozuara dhe shohim disa imazhe të thotë ndoshta të kafshëve. Siç po vrehen. Po, që kjo është pjesa e murit të kafshëve. Kjo është për shkak se kafshët Gjozefi i trajton bajegi shumë në punën e tij. Kjo lidhet edhe pak a shumë me pjesën që momentin që ju ka këty shikimi kafshën e parë që ka pa ka qenë maca. Maca ka qenë edhe njëna prej kafshëve të tij kur ka qenë i vogël. Edhe ka fillu me qëtë lojën e kafshëve që veç e ka bo në punime, mandi ka vazhdu me delet, po me kalin edhe me do me thonë kafshë të tjera që realisht janë bajegi abstrakte, po nuk është që mundesh me specifiku saktë se cila kafshë cila është. Përveç asaj deri me tani, sa ka qenë interesimi i vizitorëve të vinë të shohin këto punime? Njerëzve ju ka intrigu bajegi shumë. Nashta është edhe tema e ekspozitës së hijeve të bardha, nashta është që është amerikano-francez që ka ardhur në Kosovë, po është interesant me cek që prej tetorit deri që tash, do me thonë, interesimi ka qenë tepër më i madh krahasim me vitet e kaluara për më ardhur me vizitu ekspozita. Do me thonë njerëzit ma herët kanë ardhur, po kësaj radhe jena tu e pa një ndrim të shprehive, që mos me marrë mësysh, po është tepër mirë për shkak se njerëzit e shohin si diçka që mundet me t'inspiru, mundet me të relaksu, po mundet me të nxit për me marrë me bo senet e tjera njët, jo domosdoshmërisht që lidhen me anën e krijimtarisë artistike. Vazhdojmë pra edhe me punimet të tjera këtu, të cilat janë vendosur aktualisht në këtë bazë dhe ndoshta janë më të ndryshme se sa të tjera të cilat i prezantuan. Këto punime janë kryesisht njerëzit që i shef në jetën e përditshme, njerëzit që e përndjekin në një
formë metaforike më shumë, edhe figurat portretet që i shef në rrugët e Parisit. Do me thonë, është qaj trajtimi i ngjyrës dhe as ngjyrës që tërhek që bjen sy, po që dominon çdo ere, e verdha, e kuqja, edhe e gjelbërta. Është një faloje e ngjyrave që janë shumë kontrast, krijojnë shumë kontrast me vete, po në anën tjetër tërhekin me këshyrë se kush janë këta njerëz, pse janë këta njerëz. Edhe e shef që në një paralele afagjate, Gjozefi ka një numër shumë të madh të megjve që mundën me qenë si një hije e megjve të tij që ka kalu kohë edhe po gjatë jetës. Dhe përvoja të tij sigurisht ndoshta që i ka pasur. Po, çajo, do me thonë, është në punë çdo herë reflektohet karakteri i artistit. Qoftë me anë të vijës që e përdor, qoftë me anë të ngjyrës që e përdor, kombinimet të tyne. Edhe këtë çdo herë e shohim një disa elemente pozitive që vetë Gjozefi i ka nëse të vjen me taku në person. Në këtë pjesën tjetër, po ashtu janë edhe disa punime, pra në pëlhur, ndoshta janë shumë të ndryshme se sa të tjera që i prezentuam. Po janë edhe 7 punime në pëlhur, do me thonë, pjesa më e madhe e punimeve që janë të prezentuar këtu janë në letër, për shkak është edhe njëra prej arsyeve se është më lehtë sa i përket anës së transportit, ndërsa këto në pëlhur janë lulet e shejta, që e ka pas një ekspozit në Amerikë me këto punime, do me thonë, ka një numër shumë të madh të këtyre punimeve në Paris, për na i kena bo një përzgjedhje prej 7. Edhe e ka një 2 video të procesit të krijimit të punës, ku e krijon shenjtorin, edhe përmbi shenjtorin janë lulet që përcjellen, që punohen për mi. Edhe që kjo është arsyeja se pse janë lulet e shenjta, edhe pse bëhet që kjo loja e ngjyrave e vijave që i shef lulet, po mandej kur i kqyr ma gjatë e shef që nuk janë vetëm lule, janë sikur dallëndyshe që mundet me fluturu në ajër. E në anën tjetër, si ka qenë do të thotë viti 2025 për Galerinë Qaili, kur dihet fakti se Galeria Qaili është gjithmonë e hapur për artdashësit, artistët, për të prezentuar, do të thotë për të promovuar punën e tyre. Ka qenë bajegi i mirë, bajegi interesant, vitin e kena fillu me artin e Kallnorit, që kena vendos me qenë një ekspozit tradicionale që veç e bojna çdo vjet. Ka qenë ekspozita e natës së zjarreve, që edhe kjo ka me qenë një ekspozit tradicionale, kom të regu edhe ma ire që nata e zjarreve për mu janë 3 ditë më të bukura të Kosovës, që vazhdojme me nuk që duhet me qenë pjesë e kalendarit shtetëror të festave. Edhe ka qenë ekspozita personale, aktivitete me artista si lloj punëtorive, zhurma artistave pa kufi. Mandej ka qenë koleksioni i galerisë që është prezentuar një 4 muaj gjatë periudhës së verës, edhe në tetor ka fillu programi me pjesën tjetër, do me thonë të 3 ekspozitave, ku janë në të nëntor është mbajt edhe punëtoria me fëmijë, këtë para 2-3 dite është mbajt edhe 5 zhurma artistave, si dhe punëtoria me fëmijë, po të njëjtën kohë edhe diskutimi në kolegjin AB, që e ka përmbyll, do me thonë, ciklin e aktiviteteve, po të njëjtën kohë nën aktiviteteve të ekspozitës tradicionale hijet e bardha. Sa ju hipet apo dhe sa kanë interesim ndoshta edhe studentët të rinj apo artistët të rinj të promovojnë punën e tyre, të paraqesin ekspozitat këtu, a është mundur të thotë a ju hipet kjo hapësirë apo vetëm pikturëve profesionist? Jo, të na është mundësia me bo ekspozita dhe artistat e rinë. Normal që janë si në secilën galeri qoftë në vend, po dhe në vendet e tjera, është një procedurë që duhet me apliku, duhet me bo përzgjedhja e atyre që aplikojnë, për shkak se neve si politikë në galeri e kena që mos me pas shumë ekspozita në vetë, për shkak se edhe krijohet një farë monotonie në komunitet me pas në mënyrë të vazhdueshme çdo 2 javë me hap ekspozita dhe tentojna që s'paku një ekspozit me qenë hapu 1 muaj deri 1 muaj e gjys 2. Normal, periudhën e verës, unë kom qef me prezentu koleksionin e galerisë që e kena, për shkak se kena rreth 120-150 artista që janë në koleksion. Edhe
Gjatë vitit, do me thonë që tash që po vjen, do të kena me hap thirrjen për me apliku artistat të ndryshëm, për shkak se nata e zjarreve kësaj radhe ka me qenë me artista të ndryshëm. Vjetë ka qenë me punimet e babit, të Shef Qahilit, edhe ka qenë një instalacion që është bo prej galerisë që ka qenë o bërë edhe kjerat kur kalojshë në ndalëshën edhe këshushën e pëse është një projektor jashtë pëse janë qirat të dhesëm, po do me thonë ka qenë të manë qysh bëhet në prekaz me qenë edhe këto. Po njëta. Edhe tash me që jemi thuajes edhe në fund të vitit 2025, pra dhe përmende njërën prej aktiviteteve që do të keni pra në kuadrë të shkurtit, dhe po ashtu keni edhe programin vjetor për vitin 2026, ndoshta të planifikuar apo edhe ka kohë dhe pak ditë? Realisht nuk është që i kena planifiku saktë se çka kena me bo për vitin tjetër, për shkak se unë do isha mu kry aktivitetet që i kena, dhe me thonë, me hijet të bardha që përmbyll ciklin e programit, edhe masi se përfundon mu ullë dhe me trajtu saktë se kusht çka tek dojna me bo. Po janë 3 aktivitete që neve qdare i bojna, do me thonë Arti Kallnori, që ka me qenë në janar, artisti do me thonë ende nuk është vendos, ka me qenë që kjo nata e zjarreve, 6 majin, që është dita kur neve kena hap galerin, çdo herë bojna një aktivitet qoftë ekspozit, ose bojna ndonjë mbledhim me artistat, edhe hijet e bardha që do me thonë e përcjell që periudhën e fund vitit. Po, ideja këtë vit është mos me pas që ka shumë ekspozita, po me pas deri në 4 ose 5 maksimumi, edhe pjesa tjetër me dominu pjesa e koleksionit, edhe pjesa punëtorive që veç kurseve që kanë me fillu me umbajt prej janarit e të tjerë. Faleminderit Nita, suksese. Faleminderit shumë të uta. Atëherë pra ishim me Nita Qailin, koordinatore e Galerisë Qaili, ku folëm për ekspozitën Hijet të bardha, ekspozitë kjo e cila vjen me 50 punime të Joseph Langley, do të thot artistit amerikano-francez, dhe po ashtu folëm edhe për aktivitetet vjetore të vitit 2026, duke mos harruar po ashtu edhe programin vjetore që kanë pasur gjatë vitit 2025. Informacione edhe për këto pamje të ekspozitës Hijet e bardha, e cila vazhdon të jetë hapur për publikun në Galerinë Qahili.